seanca për armërinë e Kosovës kanë qëndruar sot sërisht në një seancë gjysmake në Parlamentin e Kosovës për t'i bërë sërish kërkesë Avni Daharit që të thirrë konstituimin e legislaturës së 11 të Parlamentit të Kosovës, e cila ka mbetur në gjysmë dhe nuk po e zgjidhë as kryetarin dhe as nënkryetaret e kësaj legislature. Kushtetuta për fat keq, nga ky konstelacion politik është duke u parë si një menu e restoranit, ku ata mund shkojnë edhe zgjedhin cilin do nen apo artikull që dojnë. Kushtetuta, si akti më i lartë i një shteti, është pashtu korniza që e kufizon sjelljen e secilit zyrtar publik, a është ai i zgjedhur me votë deputet, apo është ai i zgjedhur dhe i votuar si kryeministër, si president, apo si çdo zyrtar tjetër politik e publik. Kushtetutën duhet me pasi detyrim, jo si menu, ndërsa betimin e deputetit si të shenjtë. Mandati i deputetit nuk është privilegj, është përgjegjësi. Dhe kjo përgjegjësi fillon pikërisht me respektimin e rregullave që e mbajnë shtetin funksional. Prandaj i bëj thirrje të drejtë për drejtë kryesuesit të seancës konstituive që ta thërras dhe të vazhdojë seancën për konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk ka hapësirë për zvarritje. Kuvendit duhet të konstituohet. Kjo nuk është një kërkesë e një partie politike, është nevojë e Republikës Kosovës, sepse vetëm përmes funksionalizimit të Kuvendit mund të rikthehet normaliteti institucional dhe rendi kushtetues. Nuk mund të flasim seriozisht për funksionim normal të shtetit, për qeveri apo për zgjedhjet të presidentit, ndërkohë që institucioni themelor, përfaqësuesi i qytetarëve, vazhdon të jetë i bllokuar.